Miqtë e mi, ju përshëndes, do ju ftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot, një program që dëshiron t'ju ndihmoj që ta njihni Perëndin dhe të ecni çdo ditë në vullnetin e tij. Sot ju ftoj në një rrëfim të sinqert besimi dhe bindje ndaj një Perëndie besnik, një Perëndie që do në mënyrë të përsosur, një Perëndie që drejton hapat e një zemre që e kërkon me ngulm, një Perëndi që flet përmes fjalës së tij, flet në ëndra, flet në vegime, ashtu siç flet edhe në heshtje. Si fëmijë ndërsa lexonte Testamentin e Vjetër, mori një nga zbulesat më të thella në jetën e saj. Zoti, Perëndia i gjithë pushtetshëm, ai që ka krijuar gjithçka që shohin syt tan, ai që e drejton botën, është Ati i saj. Ju ftoj sot të ndjekim rrugtimin e një bie që në çdo moment konsultohet me Atin e saj. Një bi që vrapon tek Ati, streha e saj e sigurt në kostuhie. Një bi që na nxit sot të kërkoj me ngulm zemrën e Atit në çdo hap që hedhim. Unë quhem Entela Sylari, jam bashkëshortja e Erion Sylarit. Prej 20 vitesh jemi të martuar dhe Zoti na ka bekuar me një vajzë, e cila quhet Destiny, dhe jemi shumë krenar për vajzën tonë. Për 20 vitesh drejtojmë kishën Fjala e Jetës në Lushnjë, nga ku kemi qenë dhe fëmijë më të vegjël, dhe është kisha ku në fakt ne kemi njohur Krishtin dhe vazhdojmë shërbesën në qytetin ku kemi lindur, në kishën ku jemi shpëtuar. Dhe për këtë jam përsëri shumë krenare. Është shumë kënaqësi që i shërbejmë komunitetit tonë. Unë kam pasur kënaqësinë dhe privilegjin që në moshën 12 vjeçare, ka qenë diku nga viti 1994, kur misionarët e parë erdhën në gjithë Shqipërinë në fakt, por edhe në qytetin tim, kam pasur në vetveten time shumë etje dhe uri për Perëndin pa ditur kush është Zoti. Dhe në momentin që misionarët erdhën me anë të shërbesës së fëmijëve që ata bënin nëpër sheshe, nëpër lulishte, kam qenë shumë e interesuar të dëgjoja për ungjillin. Dhe na pajisën me Bibla për fëmijë, ka qenë disa Bibla të mëdha në fakt në ato kohë, dhe rregullisht në këtë moshë lexoja Biblën, dhe në një nga ato ditët kam qenë në shtëpi, në dhomën e prindërve të mi në fakt. Mbaj mend që ndërsa lexoja Biblën, lutem dhe i them Zotit, Zot, kush je ti? A je i vërtet, me kuriozitetin e një fëmije, që gjithmonë kërkon të vërtetën brenda vetes. Dhe nuk kam për të harruar kurrë, dhe këtë e ndaj dhe si dëshmi. Edhe isha duke lexuar Testamentin e Vjetër në fakt për Abrahamin, për Isakun, gjithë historitë që ne lexojmë në Bibël. Edhe mbaj mend për herë të parë që kam dëgjuar zërin e Perëndis, ka qenë po, unë jam ai, jam Perëndia e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Edhe ka qenë shumë moment i veçantë. Edhe kam vazhduar bisedën me të. Edhe një nga zbulesat më të mëdha që kam marrë po në atë moshë, ka qenë në momentin që unë kuptova që jo vetëm ai është Perëndia im, por ai është Ati im. Dhe nëse është Ati dhe unë jam fëmia e tij, kjo gjë më jep një status tjetër. Kjo gjë e ka ndihmuar shumë zemrën time gjatë viteve, sepse të gjithë e dim që në jetë ka mundime, por fjala e Zotit na mëson që merrni zemër të tjerë, sepse unë e munda botën. Dhe kjo ka qenë një nga shkrimet ku në fëmijërinë time apo në adoleshencë unë gjeja të strehën time. Dhe këto ka qenë ato momentet e para që kam dëgjuar zërin e Zotit. Ne vim nga një brez ku nuk kishim mentor, pastor, kishim misionar, grupe misionarësh të cilët vinin, shërbenin dhe lëviznin. Kemi qenë brezi i parë i ungjillorëve në ato kohë në Shqipëri. Kisha ishte duke u ndërtuar akoma, ende nuk ishte një histori. Dhe besoj që në të njëjtën kohë ka qenë një lloj privilegji, sepse çdo gjë ne e kishim në formë të drejtë për drejtë, ta themi, nga fjala e Perëndisë, edhe sa herë që ne kërkonim Zotin edhe luteshim. Dhe një nga shkrimet që citohet te Psalmi 139, që ka udhëhequr jetën time që nga ai moment, është që Zoti na tregon në fjalën e tij që në librin e jetës ditët tona janë të shkruara. Dhe unë vërtet besoj që Perëndia e njeh fundin që nga fillimi dhe ai koordinon hapat e jetës tonë. Këto ka qenë ato momente decisive ku edhe sot faktikisht drejtohem nga këto momente. Madje ka studime që thonë që vendimet që një fëmijë merr në moshën 12 vjeç, 90%
ai individ në të ardhmen i ndjek ato vendime. Edhe jam shumë falenderoj Zotin që gjeti momentin, se unë besoj që ai na jep gjithëve mundësinë që ne ta gjejmë atë. Ne të gjithë e dim që Perëndia flet në shumë mënyra nga më të ndryshmet. Ai flet me anë të fjalës së tij, ai flet me anë të dëshmisë tonë të brendshme në zemrën tonë. Gjithashtu Perëndia komunikon përmes ëndrave. Unë kam një marrëdhënie shumë të veçantë me ëndrat. Edhe patjetër që çdo gjë duhet testuar sipas fjalës Perëndis. Por kam kaluar shumë momente të veçanta, zakonisht janë ato momentet ku ti je në një udhkryq dhe ti vërtet ke nevojë për zërin e Zotit, dhe Perëndia thot në fjalën e tij që më kërkoni dhe do të më gjeni. Dhe unë besoj që kur ne kërkojmë Zotin fort dhe ne kërkojmë me gjithë zemër dhe kërkojmë drejtimin e tij, Perëndia gjen një mënyrë dhe ai komunikon me ne. Kohët personale me Perëndin, të reflektimit dhe të lutjes kanë qenë ato momentet decisive që më kanë ndihmuar që të dëgjoj zërin e Zotit qartë në zemrën time. Ne të dy me Erionin gjatë viteve, si çdo çift në një martesë, kemi kaluar sfida nga më të ndryshmet, por sfida jonë më e madhe, mund ta quajmë nga ana njerëzore, se për Perëndin nuk ka asnjë lloj mali që nuk ka përcehet. Ka qenë mungesa e një fëmije në jetën tonë dhe kaluan goxha vitet edhe bëhet dhe më e vështirë. Ne jetojmë në një komunitet ku orientohemi nga familja, orientohemi nga të tilla rrethana. Por një ditë, ndërsa isha duke shkuar për në kishë, ka qenë një ditë diele, siç e thash edhe pak më parë, Perëndia komunikon në mënyra nga më të ndryshmet. Kur ne kemi zemrën në vendin e duhur, kur ne jemi duke kërkuar atë, Zoti gjithmonë sigurohet që të na flas. Këtë gjë e kam përjetuar dhe kam shumë shembuj gjatë jetës time. Dhe duke shkuar për në kishë, duke medituar, duke reflektuar si çdo të diel, Zot kontrolloi zemrën time sot, hape zemrën time që të marr nga fjala jote. Isha duke biseduar me Zotin dhe thash, Zot, po sikur ne të birësojmë një fëmijë. Edhe hera e parë që e mendova ka qenë ai moment, sepse duke ecur për në kishë, ndjej prezencën e një vajze shumë afër shpirtit tim. Nuk e njeh si fytyrë, nuk e njeh si individ, dhe ishte shumë e gjallë brenda meje. Dhe që aty nis lutja dhe bashkëbisedimi me Perëndin, dhe e mbaj mend këtë komunikim, sepse Zoti flet me përshtypje, Zoti flet me pamje, Zoti flet me një zë të ëmbël, Zoti mund përdori një person, Zoti përdor pastorin, Zoti përdor fjalën e tij, por po marr një moment konkret dhe shumë specifik. Dhe aty nis biseda me Perëndin, dhe i them Zotit, nëse ti vërtet je me ne dhe ti je pas kësaj gjëje, ne do guxojmë, dhe nuk kisha asnjë lloj informacioni se si mund birësohej, çfarë ndodh në Shqipëri, por thjesht ai ka qenë momenti i parë që mora hapin e besimit dhe nisën lutjet, edhe pas 6 vitesh u realizua. Zakonisht ne kuptojmë kur Zoti flet, sepse zëri i tij në radhë të parë na jep një siguri që është ai. Dhe gjithmonë zëri i tij na bën të lirë. Kur atë që Perëndia do të na komunikojë, komunikimi që ai na jep, sjell liri në zemrën tonë. Sjell liri, sjell dëshirë për të lutur. Besoj fort që çdo gjë që Zoti na komunikon na afron te vetja e tij, sepse ai është burimi i çdo gjëje që ne kemi dhe jemi në jetën tonë. Dhe tashmë vajza është në jetën tonë dhe siç jam lutur atë ditë dhe isha shumë specifik me Perëndin, Zot, a mund të jetë vajzë, me që e pasha të prezencën e ndjeva shumë afër zemrës time. Dhe i kërkova Perëndis gjithashtu që kur të vi koha, a mund na e bësh të dukshme që ti je nën kontroll, Zot. Nuk janë rrethanat, nuk janë njerëzit, por vullneti yt hyjnor është në këtë situatë. Dhe kur vjen momenti që ne kishim mbyll të gjitha procedurat, edhe dosja arri në zyrë, na kontaktojnë nga zyra dhe na thonë që është një dosje në zyrën tonë që i përket një çifti tjetër, por ju ne duam ta sugjerojmë këtë fëmijë për ju. Dhe më njëherë mua më kujtua lutja, sepse ishin 40 çifte që prisnin në radhë. Pse duhet ishim ne? Edhe thash, Zot, faleminderit. Edhe ata e aprovuan, edhe vajza
është sot në familjen tonë dhe ne jemi shumë të bekuar me prezencën e saj, shumë të privilegjuar që mund të jemi prindrit e saj. Dhe sa herë që Perëndia flet, ai edhe hap një rrugë për atë që ai flet. Kur ne vërtet kemi motivet e duhura në zemrën tonë dhe kur gjërat që ne kërkojmë nga ai i japin lavdi emrit të tij. Duke qenë se kanë kaluar disa vite tashmë në shërbeze, në martese, me kalimin e kohës, ti krijon eksperienca të ndryshme në marrëdhënie me Perëndin. Perëndia nuk flet vetëm me zë ose me imazhe, ai flet edhe në heshtje. Zoti mund të mbylli një derë, e ti mendon që e gjithë bota është kundra teje, por në fakt Perëndia është duke të mbrojtur ty. Edhe ky është një komunikim nga Perëndia. Mbyllja e një dere është një komunikim nga Perëndia për të na mbrojtur nga diçka që nuk është pjesë e vullnetit të tij në jetën tonë. Dhe thjesht mbaj mend që në periudhën tonë më të errët, se besoj që gjithë njerëzit dhe fëmijët e Zotit kalojnë momente të errëta dhe kemi shembuj në Bibël pafund. Kë mund kapim Jozefin, derisa të bëhesh kryeminist, ai veshi shumë rroba në jetën e tij. Rrobën e atit, veshi rrobën e Potifarit, veshi rrobën e burgut dhe rrobën e kryeministrit. Ai përjetoi shumë statuse të ndryshme në jetën e tij dhe jam e sigurt që në çdo fazë që ai kaloi, Perëndia ishte aty me të dhe Perëndia flet edhe në kohë krizash. Dhe një nga mësimet më të forta që kam marrë në komunikimin ndaj Perëndisë me ne, është që Perëndia flet edhe në heshtje. Duke ecur rrugtimin tonë në jetë, ne qëndrojmë besnik ndaj fjalës, ne qëndrojmë besnik ndaj gjërave që ai na ka thirrur që ne të bëjmë. Dhe atëherë kur gjërat duket sikur nuk lëvizin, ai thjesht është duke mbyll një derë, ty të duket sikur çdo gjë është kundra, por faktikisht Perëndia është duke komunikuar edhe përmes situatave, duke hapur dyer ose duke mbyllur dyer. Dhe madje kur kaloi kjo periudha, kam ndryshuar dhe lutjen momente dhe i them Zotit, Zot, nëse unë nuk jam në gjendje të dëgjoj zërin tënd, sepse shumë herë Perëndia flet, por ne kemi zhurma të tjera më të larta në mendjen tonë dhe në zemrën tonë dhe nuk e dëgjojmë zërin e tij. Dhe kur unë jam në momente të tilla, i them Zotit, të lutem, Zot, mbyll dyert që duhen mbyllur dhe hap dyert që duhen hapur, Zot, që mos të largohem nga vullneti dhe plani yt i jetës time. Besoj që edhe kjo është një mënyrë se si Perëndia i flet fëmijëve të tij. Ashtu si ne mbrojmë fëmijët tanë të vegjël kur ata nuk dinë çfarë duan të dalin, të kalojnë rrugën me shpejtësi. Ti je duke e kapur fort apo jo? Dhe duke i thënë, tani nuk do kalojmë rrugën sepse mund të shtypi makina, edhe Perëndia besoj që edhe në pavedijen tonë, ai është duke marrë kontrollin dhe në fakt është duke komunikuar me ne. Në moshën 18 vjeçare, mbaj mend një mbrëmje, isha duke kërkuar fort nga Perëndia, Zot, për çfarë më ke krijuar dhe kush jam unë, Zot. Dhe mund të pohoj me gjithë gojen që faktikisht përsëri kam parë një vegim në ato momente, po e lidh me pyetjen. Po e lidhim edhe me komunikimin, edhe me çfarë ka ndodhur pas 30 vjetësh tashmë në jetën time. Dhe Perëndia më tregon një tunel pa fund, nuk ishte fund, i cili ishte i mbushur me fëmijë plot. E ti shikoj vetëm atë dritën e vogël fare në fund të tunelit. Dhe unë isha vetëm 18 vjeç. Edhe isha përpara fëmijëve dhe isha duke folur, duke ndarë zemrën time, dhe duke parë vitet tani tashmë pas shumë vitesh, dhuntit apo dhuratat e mia më së shumti kanë shërbyer pikërisht në shërbesën e fëmijëve ose me anë të kishës apo me anë të kopshtit, dhe përsëri, pra, komunikimi, lutja, kanë ndikuar në atë që unë kam bërë dhe jam sot. Kështu që nëse është një njeri që po më dëgjon, që nuk e ka gjetur ende identitetin, mund të jeti konfuzuar, besoj që lutja dhe të kërkoj nga Perëndia qartë se çfarë Zoti e ka thirrur këtë person që të bëjnë në jetën e tij, ka për ta ndihmuar shumë të ardhmen e tij. Dhe mbaj mend këtë moment. Dëshira ishte në radhë të parë sepse kur u luta në ato kohë, e kisha shumë të qartë se çfarë Perëndia më kishte krijuar, pra qëllimin që unë doja të jetoja. Dhe besoj që shumë gjëra Zoti thjesht i vën në zemrën tonë, edhe ne në mënyrë instinktive, në mënyrë natyrale, ne gjejmë veten.
Besoj që është thirrja e Perëndis. Një nga fëmijët para diku te 12 vitesh kishte disa nevoja të veçanta, shumë pak të veçanta, dhe kopshtet e tjera nuk po e pranonin. Dhe ne e morëm përsipër djalin dhe komunikova me prindin dhe i thash më japësh kohë, 1 ditë, 2 ditë, sepse ndonjëherë ti duhet ta vëzhgosh një fëmijë, nëse mundesh të ofrosh shërbimin. Duke qenë se kishte vështirësi në komunikim, takova prindin edhe mendova brenda vetes edhe thash do t'i them prindit që nuk kemi mundësi, se ka shumë nevojë për punë dhe mbaj mend specifikisht atë ditë që frymërisht më ka kontrolluar dhe më ka thënë Eni, jo, ti do ta mbash këtë fëmijë. Dhe fëmia ishte 4 vjeç, djalin sot e kemi 15 vjeç, kanë kaluar shumë vite. Dhe ai djalë jo vetëm që ka përcjellë vështirësitë, kjo është një punë e pastër e dashurisë së Zotit, nuk është merita ime, sepse unë më dorëzova. Dhe kur kopshti mbaroi dhe ajo nën mbaroi bashkëpunimin me ne dhe erdhi në kishë një ditë. Dhe ne kemi shënuar te dera e kishës aty ku jeta ndryshon dhe merr kuptim. Ajo më ka komunikuar, më ka thënë Eni, vërtet kjo gjë që ju keni shkruar këtu ka ndodhur në jetën time, jeta jon ka ndryshuar dhe ka marrë kuptim. Dhe djali jo vetëm ka përcjellë vështirësitë, por ai sot është pjesë e kishës, atje ku gjithë i thoshnin që ky djalë nuk mund të arrijë asgjë në jetë, nuk ka kapacitet. Unë mbaj mend gjitha komunikimet që bëja me prindin, ishin ai do ja dali. Zoti është i madh. Ti ke për të parë që ai do ja dali. Dhe vërtet sa herë takoj me këtë prind, edhe takoj edhe djalin sot, mbaj mend atë periudhën. Dhe është një nga dëshmitë ndoshta më të dukshme. Ka shumë dëshmi, po kjo është një dëshmi e dukshme që ka ndodhur me anë të shërbesës së fëmijëve, me anë të kopshtit, sepse fëmia u integrua në çdo gjë që kisha bënte, domethënë dhe ofronte në komunitet. Dhe vërtet ne duhet të jemi ai vendi ku jeta ndryshon dhe merr kuptim. Nëse vërtet ne si shërbëtor të Perëndis bashkëpunojmë me zërin e tij, bashkëpunojmë me qëllimet që Perëndia ka, njerëzit do ta vënë re këtë gjë. Dhe kjo është një dëshmi. Ne rritemi, ne zhvillohemi në të dëgjuar, besoj që është si puna e muskujve, kur ti ushtrohesh në palestra ata dhe forcohen, dhe unë besoj që një individ ose një besimtar i uritur, i jetur për Perëndin, është aktiv në familjen e besimit, aktiv në grupet e lutjes, aktiv në dëgjimin e fjalës, është si puna e muskulit. Do të thënë, sa më shumë ti lexon fjalën e Perëndis, ti kërkon Perëndin në mënyrë personale, aty edhe zëri i Perëndis bëhet më i qartë në jetën tënde. Është proces, ashtu si ty të duhet kohë për të formuar një trup. Si besimtar ne kemi nevojë për kohë që të stabilizohemi në marrëdhënie me Perëndin. Unë besoj që Perëndia dëshiron që të formoj karakterin e tij në ne, karakterin e Krishtit në ne, dhe kjo patjetër që merr kohë. Po besoj që themeli është uria dhe etja për Perëndin. Ne duhet kemi mall për Zotin. Sepse Perëndia nuk flet aty ku nuk është i mirëpritur. Në momentin që ai gjen një zemër gati, ai është i gatshëm gjithmonë të komunikojë me ne, ashtu si prindrit mezi presin të komunikojnë me fëmijët e tyre, apo jo, mezi presin të ofrojnë dashurinë, mezi presin të japin shërbimin, mezi presin të shohin fëmijën e tyre të promovoj, sa më tepër thot Bibla që atë hyn që është në qiell, sa më shumë dëshiron ai bijtë e tij të ecin përpara. Në këtë këndvështrim vërtet Perëndia është shumë aktiv në jetën e fëmijëve të tij. Unë besoj që fushbeteja, dihet që fushbeteja është në mendjen tonë. Domethënë, zërin e kujt do lejojmë të dominojmë? Zërin e mendjes, zërin e opinionit, zërin e shqetësimit, kur ne si fëmijë të Perëndis e kemi të ndarë zemrën dhe mendjen që po, unë jam fëmija e Zotit dhe Zot, unë e dua vullnetin tënd. Zot, unë e dua fjalën tënde. Besoj që ai momenti e ndan. Domethënë janë vendimi që individi merr në mendje dhe në zemër
për të dëgjuar nga Perëndia. Mendoj që është një vendim, sepse Perëndia është i njëjtë. Perëndia nuk është respektues personash, apo jo? Zoti nuk dallon. Zoti gjithë i mirëpret. Ai të gjithë do që ti inkurajoj dhe ti ndërtoj. Premtimet që janë në fjalën e tij janë po dhe amen. Për të gjithë ata që i besojnë dhe i pranojnë, unë besoj që është vendimi që individi merr në zemrën e tij për të pranuar nga Perëndia. Ai momente ndan dhe gjithmonë këtë gjë inkurajojmë besimtarët. Mund të jenë gra, mund të jenë njerëz të rinj, që Bibla thotë mos u shqetësoni. Pikë së pari kërkoni mbretërinë time dhe vullnetin tim, dhe të gjitha gjërat e tjera do t'ju shtohen. Kur ne kemi si prioritet vullnetin e tij dhe zërin e tij, atëherë ai bëhet më i dukshëm në jetën tonë. Besoj që ky është çelësi, vendimi që personi merr për të dëgjuar nga Perëndia. Dhe të gjithë e dim që teknologjia ka ndryshuar jetën tonë dhe jetën e brezave që po vinë. Dhe mund të them që edhe teknologjia ndikon në dëgjimin e zërit të Perëndisë në jetën tonë. E para është koha që ne shpenzojmë në media sociale, shumë zëra, shumë imazhe që syri ynë pra shikon dhe burimet që futen brenda nesh. E dyta, besoj nga informacioni i shpesht, njerëzit janë bërë më hiperaktiv, e zën kohën me shumë gjëra dhe ritmi i jetës është më i shpejtë. Dhe unë besoj që kjo shpejtësia e ritmit, kur ne nuk i japim prioritet kohës me Perëndin, ndikon në zërin e tij në jetën tonë. Dhe po flas nga eksperjenca personale, në këtë moment po tregojmë shumë e sinqert, e kam kapur veten time larg zërit të Zotit, sepse e kam zënë veten time me shumë gjëra të tjera përveç se kohës që duhet i ofrojmë atij. Dhe besoj që Perëndia është i njëjtë, jo besoj, por ai është i njëjtë, dje, sot dhe në jetë të jetëve, dhe përsëri prioriteti që ne duhet i japim kohës, qetësisë për të dëgjuar nga Perëndia është shumë e rëndësishme. Dhe besoj që teknologjia dhe ritmi i jetës që ne kemi, qoftë në një qytet shumë të ngarkuar nga trafiku apo shumë aktivitete në jetën tona, pra ne e zëm veten me punë dhe harrojmë atë vendin e burimit, ku ne faktikisht marrim jetën, marrim drejtimin për jetën, që është koha personale me Perëndin, që është një kohë e qetë, kur ne kemi nevojë të dëgjojmë shumë nga Perëndia. Besoj që kjo është diçka që ne si besimtar duhet që të rifokusohemi dhe ta rindërtojmë jetën tonë me prioritete dhe me qëllime. Në nivel personal, sa herë që fillon një vit i ri, unë bëj një reflektim të vitit që kaloi dhe besoj që ashtu siç hymë, ashtu dhe vazhdojmë. Ka të bëjë shumë qëndrimit dhe pritshmëritë që ne krijojmë kur hyn një vit i ri apo ndodh diçka e re në jetën tonë. Unë në këtë vit të ri ose në këtë periudhë, ose më saktë duke inkurajuar dhe dëgjuesit tanë, janë 4 gjëra që një individ besoj që mund të bëj. E para, nëse dikush po dëgjon në këtë moment dhe nuk e ka pranuar Krishtin në zemrën e tij, ai mund të marrë një vendim të ri dhe të pranojë Jezusin në zemër. E dyta është, ne kemi nevojë gjithmonë të forcojmë besimin ton, sepse shqetësimet dhe gjërat e jetës ndonjëherë e dobësojnë besimin, e dobësojnë mbështetjen që ne duhet ta gjejmë vetëm tek Perëndia. E treta, gjithmonë kontrolloj veten për marrëdhëniet e prishura, nëse ne kemi nevojë të restaurojmë marrëdhëniet në jetën tonë, qofshin familjare, qofshin shoqërore, sepse unë besoj që jeta ka lidhje me marrëdhëniet. Jeta nuk është vetëm kush jam unë, jeta është në komunitet, është në familje, harmonia në familje, harmonia në kish, harmonia në komunitet, dhe këto janë disa fusha që unë personalisht reflektoj, që a jam në rregull me Perëndin, a është besimi im i forcuar, a jam e fortë në besim dhe vendimet që po marr ose që do të marr për vitin që do të vi, a janë të vlefshme për përjetësinë, sepse jo çdo gjë që ne bëjmë në jetën tonë është e nevojshme. Nëse mund të përmend momentin kur Marta dhe Maria ishin duke mirëpritur Krishtin në shtëpi, edhe një nga motrat u shqetësua dhe Jezusi i tha ti shqetësohesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme. Dhe motra e saj zgjodhi atë që ishte më e nevojshme, ishte të dëgjonte zërin e Jezusit.
Dhe besoj që ne duhet të bëjmë shumë kujdes që ndërsa hyn një vit i ri, a janë të gjitha gjërat e nevojshme? Kemi nevojë të seleksionojmë çfarë është e nevojshme përpara përjetësisë. Jo çdo gjë që ne mendojmë dhe dëshirojmë në jetën tonë është e nevojshme për përjetësinë. Duhet të dalë te vullneti i Zotit në jetën tonë. Ndoshta kjo është një pyetje që gjithë secili prej nesh do t'ja bëj vetes, që vendimet që duat marr, ose motivet apo qëllimet që i kam vendosur vetes. A ja vlen të shqetësohem? Apo bëj atë që vërtet është shumë domethënëse, është vërtet e nevojshme përpara Perëndisë? Kjo është një pyetje që unë i ngre zemrës time dhe ndoshta dua të inkurajoj dikë tjetër sot që mos të shqetësohet, por të bëj atë që është e nevojshme përpara Perëndisë, që është fakt të ulemi te këmbët e Jezut të dëgjojmë çfarë ai ka për të na thënë. Jeta jonë është plot me zëra, me orare, përgjegjësi dhe angazhime. Vrapojmë nga një gjë tek tjetra, e shumicën e kohës duke u ndier shumë të zënë, por jo gjithmonë të përmbushur. Mikesha jonë na bëri të mendojmë sot. Ajo tha: "Jo çdo gjë që dëshirojmë apo kërkojmë në jetën tonë është me vlerë për përjetësinë." Tek Ungjilli sipas Mateut në kapitullin 6 dhe në vargun 33 lexojmë: "Por kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto do t'ju shtohen." Sot fjala e Perëndisë na kujton se jo gjithçka që na mban të zënë na çon drejt përjetësisë. Perëndia nuk po na kërkon të bëjmë më shumë. Ai po na fton të jetojmë më thellë. Jo thjesht të veprojmë, por të bindemi. Pyete veten sot me sinqeritet përpara Perëndisë. Apo ndërtoj për atë që shkon, apo për atë që ka vlerë të përjetshme? Apo kërkoj rehatin time personale, apo po kërkoj mbretërinë e Perëndisë? Kur mbretëria e Perëndisë bëhet përparësia jonë, edhe vendimet e vogla marrin peshë të përjetshme. Edhe bindja që askush nuk e sheh, edhe lutja e thënë në heshtje, bëhen të çmuara në sytë e Perëndisë. Sot mos e mat veten me sa shumë ke bërë, por pyet: a kam jetuar i dorëzuar përpara Perëndisë? Miku im, kur një zemër i dorëzohet Perëndisë, edhe hapat e thjesht bën hapa drejt përjetësisë. Deri në takimin ton të ardhshëm, lutem që të jetosh me syt nga përjetësia, të zgjedhësh vullnetin e Perëndisë mbi vullnetin tënd dhe ta investosh jetën tënde në atë gjë që ka vlerë të përjetshme.